ku shkruan në Kur'an që bigjozi është haram? Bigjozi, Kazino. Këtë çka lidhet me bigjozin? Bastoret. po, Kamari. po. Bigjozi është kur dy palë ofrojnë parë dhe njëra palë fiton për tyre. Tjetri dëmtohet. Kjo pa dyshim që është e ndaluar në Islam. Edhe për këtë çka po, dhe për këtë çka ka Allahu siç potencuar në fillim, domethënë në ajetin yeselunaka anil khamri wal misir kanë me të pyet për alkoolin edhe për bigjozin. Tregon që janë mëkat janë ato. Në dami i tyre është qul fihima ithmun, dami i tyre është shumë i madh. O me na filën nas edhe kanë dobi. Mirë po mëkati i tyre është shumë më i madh se dobia. Në këtë rast dobia e bigjozit çka është? Ai çka fiton para, ama ai çka hub, çka më bëu tash? Edhe ai ka gjegët, i ka shkaktu dam vetës. Mirë po edhe ajeti i fundit që e përmenëm, e rijsun min ameli shejtan, i përmend Allahu i madhërisht, domethënë alkoolin, bigjozin edhe fallin këto disa mëkate, thot rijsun min ameli shejtan. Janë veprat të shejtanit. Fejteni largoni prej tyre. Pastaj e potencon ajetin në vijim dyjat bashkarisht, alkoolin dhe bigjozin. Me njerë mas alkoolit bigjozin, se është vepër e ndyre shejtanit, fejteni alekum të flihun. Pse se alkooli dhe bigjozi përveç asaj ato cilin edhe armiqsi urrejtje me njerëzit. Ti kur shkosh atje nuk mundesh me buzëqeshje në fytyrë me marr parat atij, pa u fjalos, pa hyrë mëkat. Kriz belaja në për ato vende. Subhanallah. Afas be sigurt ti kish mi praktiku këto këshillat pejgamberit sa ose më dha Allahu xhaleshanu shumë më mirë kishte më qenë gjendja. E te bigjozi po subhanallah. Allah na rujt inshallah. Amin, amin. Na falt. Amin, amin, amin. Se ka plot për shembull në TikTok shtash na dëgjojnë, ai domun na shohin, edhe thot, le të keni ju. Po unë ku çish me fitu parë, ku me xhet parë. Si kishë përgjithësi. Po për me fitu parë të dunjas nuk është opsioni me shit ahiretin. Bravo. Thënë fitimi i parës nuk ta jep atë hapësirë qysh mundet me gjetë guximin që ti me shit diçka prej ahiretit për përfitimin e dunjas përkohshme. Do të thonë para se me bëu një njeri rinia veçanërisht, para se me bëu mëkatin, nëse e ban një analizë çfarë pasoja ka, jo vetëm këtë dunja, po edhe në ahiret, a nuk i mjaftojnë atij vetëm për frikë? Edhe për këtë arsye, bigjozin ti tu fitu diçka në këtë dunja që është e përkohshme. I tu knaci e përkohshme, edhe i t'ja bo eks knacis përhershme. Për çka? Për përfitimin e dunjas. Edhe Allah në shumë ajete thot nuk ka dyshim dhe më të vërtetë se kjo dunja është vetëm një la'ibun wa lahun. Është, domethënë, lojë është nëjna kalimtar këtë dunja. Nëjna kalimtar, ajo që kena bëu mirë ka me mbet, edhe kemi me marrë tek Allahu i madhërisht të mirën. Si ka në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, idha mata al-insan inqata 'amaluhu illa min thalatha. Kur vdes njeriu ndërpren aty veprat këtë, kur ta përcjellin te vorrët. Illa min thalatha, përveç 3 gjëra nuk i ndërpren. Illa min sadaqatin jariya, do të thonë sadaka e rrethshme, au ilmin yuntafu bi, dituria e dobishme që e kalon dhe njerëzit do të thonë përfitojnë për diturinë që ai e kalon. Awalan salih yadu lahu, do të thonë pasardhës i hajrit që lutet për ata. Të cila kategori? Cilën kategori e ki mbush dhe e ki dhënë rëndësinë këtë jetë? Çto kemi marr? Krejt kur dalim, kur të mbrim te dheu atë, gjithçka ndalet. Dhe familjarët e tu kthehen, njerëzit më të dashur. Ndoshta edhe prindët e tu, vllaznit, familja më ngushtë, rreti më ngushtë ka me të lanë. Ti çka kemi marr çato veprat që ti ke mendu janë profitabile edhe për dunia për ahiret. Alhamdulillah. Po ka disa tri për shembull thonë, ka kohë, tash unë të hin kazino, të luj, të jemi lirë, sen e di, më ka tash thot amo ka kohë kur ma ta nejna i lon, kete, shkojnë haxhe, bona plak janë nisin namazit. Shumë trija kanë që këtë bindje. Dhe kjo është gjithashtu prej problemeve shumë të mëdha që nuk përkushtohet në Islam vetëm duke u mashtruar mbas mendimi.
se kam kohën, jam i ri, dëbona njerë haxhima sa ninë në i bëj veprat e mira. Me përmendëm në veprat e mira nuk janë kushtu për haxhilerët. Veprat e mira janë për gjithë umetin. E gjeli, kur vjen vdekja, askush nuk e din përveç Allahut. Mundet me torë që ti në kazino? Mundet me torë ti nga nuk e pret. Ti nga nuk e pret. Momentin që ti nuk e din, nuk e pret. Në kohën që ti nuk e din, në moshën që ti nuk e din. Përfundim i mirë. Lutja që i bëhet Allahut na e përfundim të mirë. Pse? Se ti nuk e din çfarë përfundimi mund të më ardhë. E lutim Allahut na e përfundim të mirë gjithë. Mirë po me përfundu njeriu në vepra të këqija, vepra të këqija. Ai tregon edhe për raportin e tij me Allahun se ka pas në dunja. Hafez këto online që luajnë, se online tashmë kërkush më nuk shkon në kazino në përsen. Këti kanë kazino ruleti, shejtani ka orë në telefon. Dhe më thonë edhe aparata, limon, në kuj diçka protokolla, se në online. Nuk ka po telefoni, edhe kjo është bizot, apo jo? Kjo i bjanë sigur se mi modernizu veprat e këqija, i kanë modernizu. Kështu dhe tash mentaliteti është bo priton edhe me shkun veprën, e don me bo veprën e keqe, ama priton diçka ma let, ma të shpejt, ma sigur ta bëj veprën e keqe. S'ka dyshim, nuk ka dyshim që është vepër e ndalume dhe vepër e shejtanit, për të cilën gjithashtu hin në pjesën e bigjozit. Gjithashtu hin në pjesën e bigjozit. Online haram. Online haram. Ti tu dhon diçka, për çka i tu dhon? As bilet i kishe marrë ato limona, ato rrushe. Ti në shkon pazar blej, ka një kile rrushe, limane knaqe. 100 veta lujnë aty, 1-2 ndoshta fitojnë, 100 mashtrohen. Për çatë kjo dunja është mashtruese. Jo vetëm bigjosi, po gjithçka që ka në ta, domethënë kënaqësitë e kësaj dunjas janë mashtruese për njeriu. Shejtani kur nuk ju bind urdhrit Allahut, që miras sejdë Ademit, Allahu e largon nga mëshira e tij. Dhe kur e largon nga mëshira e tij, shejtani kërkon që ta afatizon, siç ka në disa ajete, me bo, domethënë me jetu deri në fund, deri kur shkatërrohet dunja, mos vdesja, me afatizon. Për çka? E tregon shejtani edhe qëllimin për çka e lyp këtë krijesë, që mi deviju robërit e to. Me çka mi deviju? Me duke ja zbukuru kënaqësitë të kësaj dunja, veprat e këqija duke ja zbukuru. Punë kryesore çate ka shejtani. E veprat e këqija ti zbukuron, ti mundson ti bën shumë të lehta. Harami për çat i ka dy cilësi mashtruese. E para është shumë tërheqse është harami. Për dikan zinaja, për dikan alkooli, për dikan bigjoz është tërheq. Edhe e dyta çka është shumë e lehtë me bë. S'ka ma lehtë. Biça do. Biça a mashtrohesh tani se normal një besimtar nuk don. Andaj shejtani kërkon që me këto veprat e këqija me u zbukuru. Mirë pa Allahu pa dyshim në një ajet i thot përveç robërve të mi të sinqert. Andaj ai që e shërben këtë din me sinqeritet vetëm për hir të Allahut madhërisht. Allahu e ruan nga kënaqësitë e kësaj, domethënë kënaqësitë e rrënjshme të kësaj dunjas. Lutim Allahun e madh që të na bën të vetëdijshëm gjithë neve dhe rinin ton. Na bën sy hapur dhe mos të mashtrohemi nga këto veprat e këqija, qofshin të modernizume, qofshin kibrita, çka janë ato.